Njëri rast është rasti një pacienti që rastësisht ishte shqiptar, ku kardiologët kishin planifikuar të eksplantonin, të hiqnin sondat e vjetra të pacemakerit që kishin implantuar para 10 vitesh, të cilat ishin të infektuar. Është një procedurë, themi, minimal invazive, endovaskulare, por në rastet caktuara kardiologët kërkojnë praninë e një kardiokirurgu në sallë, dhe në momentin që po eksplantoheshin sondat, dhe për fraksion sekondash ne pam thjesht që perikardi u mbush me gjak në eko. Tensioni i pacientit zbriti në vlera 2-3, praktikisht pa pajtueshme me jetën. Në këtë moment situata kthehet nga një situatë kontrolluar e planifikuar, kthehet në një kirurgji lufte. Dhe ne ndërhym duke bërë gjithë procedurat për pas aksesin në zemër, sternotomia për hapja e kraharorit. Në momentin që hapa perikardin, të them drejtën, ishte një situatë që nuk e kisha parë asnjëherë. Unë aty hapa perikardin dhe pash brëndësinë e zemrës. Praktikisht muri i atriumit të djathtë ishte laçeruar në një formë të tillë sa që unë pash direkt valvulën trikuspidale. Them drejtën, në detaje nuk e mbaj mend asun se çfarë ka ndodhur aty, sepse reagimet janë shumë instinktive dhe ne gjatë gjithë kohës që realizonim këtë procedurë dhe bënim gjithë hapat të njëpasnjëshme, ne në mendjen tonë kishim qartë që pacienti nuk ja del. Çuditërisht pacienti u zgjua të nesërmën pa asnjë problem neurologjik.